Përshëndetje Frenca, jeni kërkim një vend punës nuk po gjeni? Jam këtu për t'ju ndihmuar. Regjistrimi jam faras, nuk është asnjë mashtrim. Unë punoj në network marketing në online, në kompaninë e Snapi. Ju më pres dhe do t'ju vijë një kontratë ku të regjistroni dhe jep informacion në çdo detaj. Unë sot jam shumë e gëzuar, po bëj një dollim me kolagjeni që të ndihmon në rritjen e flokut, forcimin e kockave dhe thëmbëve dhe ndihmon në shëndetin e lëkurës. Gëzuar bashkë me setin Tricosalus që kthem krimin e shëndetit të flokut. Nëse nuk gjeni zgjidhje, më shkruani në DM. Ju më pres. Pas përdorimin e setit Tricosalus. Tani po më do presim majat, pjesët e dëmtuar për të vazhduar përsohet pjesët e tjera dhe të bëhen më të shëndetshme. Skrapi o kremi përdoret një herë deri në 2 herë në javë. Lyë komplet flokut, nga rrënja deri te maja e flokut. Mbajini 5 minuta, pastaj lajini me shampo Tricosalus. Faret natyrale që ka, heq qelizat të vdekur dhe yndyrat e tepër, haporet dhe shlon rrënjët dhe rrit çakullimin e gjakut dhe ndihmon në rritjen e flokut më të fortë. Kemi disa lloj shampoje, me lajë të shpesh, yndyr, me zbokth dhe rrënje floku. Nga se shkakton rrënje flokut, nga stresi, keq ushqyerja, shampo e gabuar, hormone, dieta e shumë faktorë të tjerët. Prandaj, kjo forcon rrënjët, redukton rrënjën, shkëlqim natyral dhe forcon flokun. Pasi e kemi la me shampo, me pak flokë të lagjët, të tarbym vetëm në rrënjë sepse kjo traton lëkurën dhe ushqen. Forcon rrënjën e flokut, redukton rrënjën e flokut, nxit rritjen e flokut të reja, ushqen rrënjën që të rritet floku më të fortë dhe më të trash, rrit çakullimin e gjakut, mbron nga shampo të gabuar, stresi dhe dieta.